Dyshimet e mia janë shumë, pak me thonë, thonjza të rënda. Edhe ajo e ka ditë rastin edhe ma ka përhup. Më ka thënë, jo, nuk është e vërtet. Baba i, do me thonë, nuk i ka tregu as gruas. Edhe e ka ndodhë krejtësisht pa dëshiren e gruas e ti. Nuk i kam full 2 javë për këtë vendim. Nëse ajo do pranon të fliste kështu me mu, si kur ti, besoj që do ja thoja fjalët më të mira që ekzistojnë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini, duhet abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të jemi në Kosovë, do të hap dritaren për një vajzë që mban emrin Vlora. Historia është e dhimbshme, do të jetë vetë Vlora, që ditën e sotme do na i rrëfej këtë histori, është duke më pritur hap dritaren dhe e përshëndes. Vlora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga, për momentin jam në Sloveni, po jetoj në Sloveni, tani mes Kosovës dhe Slovenisë. Je shqiptare nga Kosova? Po. Nga cili vend i Kosovës? Nga Suhareka, por e martuar në Malishev. Në Malishev. E lexova të gjithë mesazhin që më dërgove. Po. Çfarë ka ndodhur? Ti do të zbulosh të vërtetën e rrënjve biologjike të familjes tënde? Po, edhe këto nuk jam të e kërku prej sot, apo për që nga dje, jam duke e kërku shumë mote, po pa rezultat. Do me thonë, kom qenë në këtë institucionit e mundshme, në për sociale, në për vendet ku muj me marrë informata, po që nuk o marrë, pa rezultat, gjithmonë e shgënyme. Dhe kom vendus me të shënu ty se ashtu më ka ndalë në Instagram videot e tua, po është një histori shumë e gjatë, shumë dyshime, shumë pikpytje. Dyshimet e mia janë shumë, pak me thonë, thonjza të rënda, që ka njerë bi kontradit me veten, herë menoj ashtut e herë kështut, nuk e di njerë, është pak e komplikume si rast. Dua ta dëgjoj historinë tënde. Ju jeni një fëmijë i birsuar? Po, e adoptuar nga babai im jo biologjik, ashtu që unë e di që është jo biologjik, tash me indjer. Është larguar, më vjen nga keq. Po. Jeni birsuar në çfarë moshe? Ashtu që unë e kom dëgju, që nga, do me thoni, kom pas 6 muaj. Atëre, ju keni lindur, mund të më tregosh? Në Prishtinë. Jo, Prishtinë po, datën dhe muajin. 9 gusht. 9 gusht të kujt viti? 2001. Në vitin 2001. Dhe ti ke mësuar që kur ke qenë 6 muajshe, baba jot i ndjer me gjithë nënën birsuese, të kanë birsuar. Po, normal me dëshira ka qenë e babës, jo e nënës që më ka rrit, po më shumë ka qenë dëshira e tij, edhe nëse këta tjerë të kanë këtë kundër, ai ka qenë shumë vullnetar, me thonë që më mbirsu mu. E dashur Vlora, sa vjeç ke qenë kur e ke mësuar këtë të vërtet? Shumë herët, kur i kom pas diku 10 vjeç, 11 vjeç, kanë fillu ato dyshimet e mia të para, po kështu kur e kom vërtetu tamam, i kom pas diku me thonë 14 vjeç, 15 vjeç, ku e kom vërtetu tamam, kështu që jam fëmijë adoptues. Por kur ishe 10 vjeç, çfarë ti ose çfarë kuptove që nisen ato dyshimet në kokën tënde që ishe fëmijë i birsuar? Dyshimet e mia janë konë se të i pas parasysh sani që ndodhshin shtëpi aty, u sillshin gjithmonë rreth meje, do me thonë. Që edhe nëse diçka që nuk e kom bo unë, e ka bo Vlora, abdin qatë sen, edhe nëse unë nuk e kom bo, edhe e shisha babin apo mamin i kishin ato problemet e veta me zveti, ku në çdo konflikt që kanë pasur ata dy, kom qenë unë, si me thonë ajo muza sherrit, amo jo unë që kom bo diçka, po
thjesht I kanë pas ata menoj mos marrëveshjet e tyne, sepse nona që më ka rrit, normal ajo nuk u kanë vullnetare për më marrë mu, po babi nuk e ka pyetat edhe më ka marrë mu. Do me thonë nuk kanë pa dëshirën e nanës që më ka rrit. Nashta për kupton çfarë po du me thonë. Edhe me këto normal sot e kom vërtetu tamam edhe kom fol normal edhe me nanën që më ka rrit edhe më ka treguar që ajo nuk ka pas shef. Normal nuk ka pas dëshirë për më adoptu mu babi, po ka bu pa vullnetin e sajna. Edhe do me thonë qatë ku e kom kuptu që diçka nuk është në rregull, se çdo sen si me thonë këtë bota u sill ke rreth meje. Tani një ditë për një dite, se në shkollë normal këtë e kanë ditë, po nuk ma kanë bo me dije. Se zakonisht fëmijët e birsuar e mësojnë nga shokët dhe shoqet që... Po, zakonisht e mësojnë, po jo, nuk e kom mësu për tyne, absolut jo. Normal edhe I falenderoj që nuk më kanë bullizu ashtu, nuk më kanë përmende, po kom kuptu vetë, edhe një ditë për një dite, me shoqen tam të ngusht, jemi kanë edhe unë pitham Albiona, pitham që ky rast, jem të dyshu shumë që është të ndodhë diçka në shpitem, që është të ndodhë çdo sen rreth meje, po unë jem të dyshu që sen që unë nuk jam tamam vajza e tyre. Edhe ajo e ka ditë rastin edhe ma ka përhup, më ka thënë jo, nuk është e vërtet, sepse edhe unë ndonjëherë kur përlana me babin, apo me mamin, apo me vlezrit, me motrat, edhe unë e mendoj që të sen, po jo nuk është ashtu. Pastaj, unë prapë më fillu me dyshimet e mia, çdo ditë s'ka pas kush më ma hek, edhe pse ma përhupshin, po unë prapë më vazhdu me këta. Përballja jote e parë ishte pikërisht momenti kur ky person të tha që ka marrë një fëmijë të birsuar dhe ishit ju, Vlora. Aty e vërtetova tamam. Po unë prap doja ende me luftu me po diçka me dokument do isha me po diçka që për një me është puna që shtut, deri sa erdh puna dhe deri aty që me po edhe me dokument. Gjatë saj kohe nuk e more guximin të flisje me nënën ose babain? Komajt shumë në veti se babës tem që I ndjeri tashmë. Ja kom pas, si me thonë, hatrin shumë, edhe e kom respektu, dhe me thonë, heshtje shumë, nuk kom dashtë unë ato me pyet për këtë çështje se mu doki që unë kejta të mundin që ka bu për mu doki që unë nuk jem të ja ditë mu doki që kejta të mundin që ka bu për mu nuk jam falenderuse për ta. Edhe nuk kom dashtë me një farë mënyre mu një keq ata dhe mu mërzit. Falendoje. Po, edhe për këta nuk kom dasht. Ma shumë kom dje me folë normal me babën, se sa me nanën, se nanën të e marrë parasysh që nuk u ka normal ajo vullnetare për birësimin tem, po ka qenë babi, edhe nuk kom mujt me folë se s'kom disht me bëmë një keq, ata. Flora, nuk dua të lëndoj, se kuptoj që ke një histori të dhimbshme. Si ka qenë marrëdhënia jote me nanën? Ajo të ka rritur, sido që ti edhe pse nuk ka qenë vullnetare që të birësonte? Normalisht, sido që ti në kanë punë, sido që I kanë pas mos marrëveshjet normal me babin, çdo kohë që I në kanë punë, unë prapë normal kam respekt, sepse më ka rrit, edhe jam shumë mirënjohëse, se nështë ta kisha mujt ku me di që shmë kanë. Jam mirënjohëse se sot kam kriju familjen tem, kam bo vajzën tem, jem rrit edhe mirë kemi kalu, po ato mos marrëveshje që I ka pas normal me prindin, që ato pak më kanë bërë muni shumë keq. Më kanë bërë muni që jam shumë e tepërt aty. Kupton. Me sa kuptoj, lidhjen më të ngushtë e ke patur me babain se sa me nënën? Me babën po, se baba më ka bërë muni që për një me jam e vladi ti. Apo kupton? Edhe kom dje tamam si kur më konë baba jam. Tamam. Gjithë e kom dje, deri sa unë tash në këtë moshë që jam, deri sa unë këta që e kom dje për ta, unë e dyshoj dhe them, që shko mundësi, them, okej, në regull, se disa thonë, po ti normal ata të kanë rriti dush mi dasht, unë nuk jam kundër, po ndjesin që e kom pas për babën tem, nuk e kom pas për ata tjerë. Do me thonë për ta kom pas tamam ndjesi si kur baba jam biologjik, e jo biologjik. Ata kanë pasur fëmijë të tjerë?
Po, unë kam 5 vëllezër nga ta, po. Dhe unë jam e vetmja motër. Mos gaboj, në nuhatjen time, ti dyshon se babait ka sjellë një jetë me një grua tjetër dhe të ka sjellë në familje? Ashtu e dyshoj, po. E dyshoj për vetëm në arsye sepse në atë kohë unë kisha 4 vëllezër kur më ka marrë më babi dhe më ka dërguar në shtëpi, unë i kisha 4 vëllezër në shtëpi. Edhe normal dita ditës unë e të menu që të sen, më thonë më ka duk absurde me shku me adoptu një vajzë të i pas 4 djelë të shtëpia, apo kupton? E qartë, të kupton. Edhe këtë e kom mendu unë, edhe kom thonë mos marrëveshje që i ka pas me gruan, kom menu që kanë ardhur deri që tu për që të sen, se ndoshta po ashtu është që babai do me thonë nuk i ka tregu as gruas. Po mendoj unë për këta. Edhe për që si ka tregu për historinë tem, tani kanë ardhur aty deri tek mosmarrveshjet. A kupton? Pra, konfliktet në shtëpi kanë qenë për shkakun që babai të solli aty në atë familje dhe të birësoi. Po, se ndoshta edhe nana që më ka rrit i ka pas dyshimet e veta si grua. Kupton se normalisht se çdo grua po të ma bjerë më burri, tash një fëmijë mu, normal automatikisht kam menduar që nuk është i huaj, po veç nëse është i tij, a kupton? Nana nuk e ka marrë kur atë përgjigjen tamam. A kupton? Prej babës. E dashur Vlora, babai derisa u largua nga kjo jetë, ti nuk pate kur guximin të flisje me të për këtë çështje? Asnjëherë. Për fat keq jo, nuk e kam pas guximin kur, edhe pse ai kohëve të fundit disi, sepse ai vdiq në jo natyrshëm, vdiq do me thonë duke i bërë dëm vetes. Dhe në momentet e fundit të vdekjes më ka përmendur mua dhe prej aty kanë filluar dhe më shumë konfliktet. Kupton se unë kisha edhe 5 vëllezër tjerë, do me thënë më i vogli është diku 15 vjeç. Dhe pastaj thonin pse ka përmend Vlorën e nuk ka përmend vllahun tim. Pse e la amanet Vlorën, do me thënë mua në çastet e fundit jetës tij, më ka lënë amanet mu tek gruaja e tij, do me thënë te nana që mriti. Ashtu si më ka thonë ajo mu. Kupton se unë nuk e kam dëgjuat, po me atë që më ka thonë nana, po ta them edhe ty. Ti raportet me 5 vëllezërit si ke? Mirë i kem dashni me zvete, po vetëm që këto konfliktet, këto dyshimet, këto pikpyetjet pak në kanë, si me thonë, në kanë largu paksa, sepse edhe për ta është, nuk është ata nuk kanë qef, unë më kanë mutra aty me tamam, edhe pse më thonë që edhe nëse nuk je, po edhe nëse je është gjithmonë i njëjta për ne. Po e ndjej që pak e kemi një largësi tashmë prej momentit që ka vdek babi, çdo sen ka ndryshuar, domethënë raporti, lidhja, gjithçka ka ndryshuar shumë. Ti je rritur me ta? Po, ne më rrit me ta, po. Nëna është gjallë ajo që t'ka rritur? Po, është gjallë ajo, po. E dashur Vlora, ju e vërtetuat këtë gjë në një moshë madhore, le të themi, ishit e rritur kur e vërtetuat plotësisht që ishe fëmijë i birësuar dhe këtë gjë ta pranoi dhe vetë nëna. Normalisht unë kur e kam kuptuar kam qenë i mitër, s'u më thonë që më kanë e madhe, kam qenë hala fëmijë. Po, nisën dyshimet, e qartë. Po, atëri kisha dyshimet, por nuk më thonë që nuk e kam vërtetu gjatë kohës se kam qenë i mitër. Unë kam qenë i mitër, kur veç se e kam vërtetu tamam, që unë nuk jam vajzë atyre. Pastaj, me rastin që i kom pa edhe dokumentet, ku shkrujke emën tjetër e mënyrën qysh ma ka ndru emrin, kupton? Si ke pasur emrin? Ditarin. Të me thonë kam pas një ditar. Ditarin e foshnjës ku ke qenë. Si ke pasur emrin? Ditarin e foshnjës, edhe atë e kom pa vetën, vetë e kom gjitë, e kom pa, po ditarin kër e kom pa, kom qenë ma i vogël.
nuk kom mujt me kuptu mirë, se normalisht kur jema e vogël nuk mundesh me menu senet ma mirë. Ai ditari ishte në shtëpi, e ke gjetur në shtëpi? Po, ata kom gjetë në shtëpi, po biles kur jem kon ma e vogël, atë ma ka tregu baba. Po atëherë kom qenë e vogël, e nuk e kom kuptu E qartë. për çka po bëhet fjalë. Pastaj me kalimin e kohës, normalisht baba jam, gjatë kohës kur ka qenë i dehur atëherë asaj kohe, m'pa tregu që ti nuk je vajza jam, do me thonë të kom bjërsu, po jo diçka konkrete. Po në atë kohë kena përjetu shumë keq, sepse edhe ai qajke, edhe unë qajak një, edhe nuk është që kemi mujtë me bisedu, sa ne kom qenë edhe ma e ri. Se po t'ishte sot kisha pas çka me fol, po atëherë jem kon normal fëmijë dhe pastaj kom lënë çdo sen me rrjedh vet. Por pas ka pasur një moment në jetën tënde që ke folur me babain të ndjerë dhe ai ta ka pohuar me gojën e vet që të ka mbirësuar. E ka pohuar për gjatë kohës që ishte i dehur, por nëna e ndalojke më tregu se shkak që unë isha shumë e ri, apo kupton? E qartë. Edhe pa të marrë mu atë natë kërë më pa të regu, pa të më shku diku me një shitore, pa të donë me pi, me hangër, pastaj kur dolim prej aty, hajde të thiki qika em, thiki po më mbytëm i thiki bashk. Thysha jo, thysha se kemi jetën përpara, du të me jetu, e më knashna me zveti, para të kishke ashtu të ishte i dehur. Por unë i kom dhënë normal gjithmonë kështu shpresë, edhe nuk është që unë ja kom bu shumë të randë qëtë histori. Nuk është që ja kom këthy me të keq, çdo herë i kom mojtë senet në zemër që vish mësë më lënduaj, mësë më një keq. Po ashtu ishte shkrujt me shkoj, vdiq, ashtu të keq. Ai ka për vetë vrasje? Po. Por pse? Ishte rënduar shumë nga ana psikologjike? Mu më duke, po normal Covid fundit, se sa shkoja 3, dhe me thonë, nga Malisheva në Suharik. Mu duke se nuk mu i kemë mu bërë rahat mu, edhe mu nuk më lejke me flejt në katin e dytë, po gjithë më dhe këti ke me flejt këtu me neve, dhe me thonë me ta dhe me nanën, edhe për gjithë asaj kohë, unë e kom djetë që babi nuk është mirë, është të thellësisht mrena, sepse rike të natën qut, pike cigare shumë, o do ki që është të rendu diçka. Edhe pas kësaj, normal, ndodhi që është ndodhi, nuk është kanë mirë babi, jo. Unë e menoj që s'është kanë mirë, shpirtnisht. O do që gjithmonë diçka e ka rënduat. Edhe nuk ka qenë normal hera par ai që ka tentu për atë punë, o kanë e dyta herë më duket, derisa ma e bani atë që vdiq militar. Në shtëpi? Jo, në shtëpi, dikun tek lumi, aty për rreth lagjës tonë. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur çfarë viti? Viti 2021. Qofti parajsës dhe më vjen keq që e ke humbur babain. Amin. E dashur Vlora, dua të pyes, me nënën tënde ke folur ndonjëherë pas vdekjes së babait? Me këto që më ka rrit? Po, sa ajo që të ka lindur ti nuk e njeh kush është? Okej, po. Po, kam folë se e ndjesha që atë është duke e vra diçka, për det me në arsye që më kalon mua manet babi, edhe asaj ne i kalon shumë pikpyetje, po unë jem ullë dhe kom folë me ta, kom bisedu, normal kom desht pak me dalë edhe në pozitën e sajna, e kom mirë kuptu shumë, se gjitha jemi femna. E qartë. Edhe i kom thonë që çdo kufshin senet, normal që edhe une jam në përjetimet e tua dhe unë jam, ashtu si unë që shnina keq, ndihesh edhe ti. Dhe me thonë, kom pas shef edhe mja ditë dhimë të nasaj, po edhe muti të nku, se në rast që është puna që ashtu që unë e menoj, normalisht që dasht e pa dasht, na jemi veç viktim në këtë rast. Dasht e pa dasht. Edhe i kom thonë qysh ka qenë puna kur më keni bjërës që me dalë ta më kështu të me këshur qysh është puna ma thellë.
në kohën kur më keni adoptu, e kom pyet çish ka ndodhur rasti, çish ka ardhur ideja për më adoptu mu. S'di tha ashtu ta një ditë për një ditë veç ta kam adoptu një vajzë, ndërsa unë tha nuk i kam fol 2 javë për këtë vendim. Që mori Normalisht çdo grua nështë keq me thonë, po normal edhe unë është si shakon të kej pas 4 djemë shpi, nuk isha dosh nështë asyne me adoptu një fëmijë. E qartë, të kuptoj. Edhe tha 2 javë dita nuk kom fol, tha po prap, tha që ashtu ta më ka marrë, tha mu, edhe më ka thonë me nënshkru për gjitha dokumentet e nevojshme që për më marrë mu, edhe tha, edhe unë për pys, në kohën kër më keni marrë, që shumë keni marrë, a ka pas aty njerës shumë, a keni dalë në gjyq, a do isha me ditë kejtë, tamam. Po, të dije se si të kishin birsuar. Po, tha shumë njërë zyrtare disi, tha, veç të më tha ka orë, tha babica jo, infermierja, ka prunë, tha ty, tha në kra, ja ka si tha babit, tha dhe babi ka qenë shumë i gëzuar, tha di. Prej asaj kohe, e tu tje normal, më ka prunë shpi, edhe që shumë ka të regu, normal ka ndodhë krejtësisht pa dëshiren e gruas së ti. Por, ajo kishte bizetuar ndonjëherë me burrin pse ky vendim ka që shpejt të birsonte një vajzë? Shumë mirë që po më pyet se ka njerë po më hup, më fal. Tha kur e kom pyet unë për ty, kur e pyetja, se normal që të dyshimi si krejt të femnat na që kemi atë dyshimet të tona, intuita jonë, kur e kom pyet, nuk më ka përgjigj. Kur edhe rreth çështjes tënde, domethënë. Nuk i ka dhënë përgjigje konkrete tamam se çish shkon historia jam apo çish kanë kam prind. Çish ka qenë historia jam e tjera e tjera. Domethënë nuk ka dhënë përgjigje konkrete. Suni kum thonë, kum pyet, thash, a e ke pyeti babin herë për këtë çështje? A vëdi se ti më ki rrit, normal të ka pas bërç me tregu. Apo kupton? Po, e qartë. Se dhe ti më ki rrit me dëshira apo pa dëshirën tonë, ti më ki rrit, po tha jo, nuk ka dhënë kur përgjigje për rastin tim babi. Se mendova që ti është fakti që ai kishte vetëm djem dhe kërkonte një vajzë dhe mund ta ketë birsuar. Por ju mendoni që nuk ishte nevojshme që ajo familja të birsonte fëmijë ku 4 fëmijë i thollën vetë në jetë. Plus kushtet e dobta. Dhe kushtet ekonomike të dobta, jo fort të mira. Po. Jo fort të mira, jo kanë qenë shumë dobta asoj kohe, sepse 4 vlezër dhe vetëm një rrugë e babës. Nuk mendoj që i ka lind dëshira veç ashtut, sepse edhe për me birsu një fëmijë, mendoj që duhesh me pas pak gjendjen ekonomike të mirë. Edhe prandaj komendu gjithë për dyshimin tim. E dashu Vlora, ti fole me nënën tënde për dyshimet e tuaj që ndoshta babai mund të ketë dashur një grua tjetër, më ka sjellë mua në jetë. Ja the këto dyshime, fole hapur me të? Domethënë edhe ajo vetë dyshonte këtë gjë? Po, ajo normal e ka dyshu prej kur unë ka marrë mu, apo kupton? Po ndoshta edhe ka prit ditën kur unë ka marrë rrit edhe ka me pas njëjtin dyshim si ajo. Edhe kemi bisedu, po unë menoj që pak e vret që ky sen ato. Pak e vret, edhe ndonjëherë nuk po du m'ia dhon shumë atë dyshimin që e kam tamam, s'po du m'ia dhon atë bindjen që e kam, se... Vlora, unë të kuptoj, ti nuk doj që ta lëndosh, por ajo e ka patur burr dhe më mirë se ajo nuk e njeh askush. Nëse ajo ka dyshuar se ai mund ta ketë tradhuar, të ndihmon ty për të mësuar të vërtetën e jetës tënde që... Po, ajo e dyshon, ajo ka thënë, ka thonë për babin gjithmonë që ky ka qenë asoj kohej, domethënë i ri, ka dalë, apo kupton, e din si çdo grua që e di për burrin e vet. Po unë menoj që këni e dyshon, po këni e vret realiteti. Apo kupton, nuk do me pranu realitetin. Domethënë se e qartë, ajo e di që ti ke nisur kërkimet, të ka thënë që gjeje nënën? Po, më ka thënë Biles, ajo është më kurioze se sa unë për me ditë. Kush është nëna jote biologjike? Kush është nëna jam biologjike, por unë mendoj kështu, sepse nuk kam qef ky rast, nëse është
diku afër, kam qef shumë më rujt privatësia, sepse nuk kam qef me më kriju probleme, familje. Pra ti nuk do që nëse unë arrit të gjej nënën të bëhet publik sepse nuk do ta lëndosh nënën biologjike. Jo, nëse unë kështu të mendoj. Nëse kam rastin. Është drejta jote, është plotësisht drejta jote. Unë uroj dhe shpresoj që ta gjej nënën tënde, dikush të më ndihmoj për informacione. Por e dashur Vlora, dua të të pyes, vëllezërit kanë qenë më të mëdhenj se ty. Po. Normalisht po. Me ata ke folur, ndoshta ndonjë sekret babai ka ndarë me ta? Jo, nuk ka ndarë babai im sekrete me ta. Mendoj që ndoshta ka ndarë me vlezër apo ku i di unë, por shiqo, edhe nuk don kërkush me shti therrën, që shtojnë nga populli i Kosovës, therrën kom shnosh. Edhe ndoshta dikush don më tregu diçka, po nuk don që me marr veshën për dikujt. Nashta dikush thot ma mirë ta kuptoj të vërtetën vetë kjo. Që mendoj që unë e dina keq, apo unë e bona keq, po unë jam shumë e përgatitur psikikisht, emocionalisht për këtë sen, se qysh nga mosha 11 vjeçare, jam u përgatit, ja s'ka. Të me thëmë jam shumë e përgatit me për çdo sen. E qartë, të kuptoj. Po, por ti dyshon se vlla i babit apo ndonjë motor e babit mund ta dikte histori, por nguron të flasi dhe të tregoj ty të vërtetën. Ashtu e mendoj, nashta edhe po hin në gjyna, po ashtu e mendoj, normal, mendoj unë. Pse nuk e ke marrë guximin të flasësh me ta? E kom marrë guximin, normal kom fol me xhaxhain, jo me hallat, po vetëm me xhaxhain, po disi, nuk e di, xhaxhai normal ju ka thonë gjithve që nuk është e vërtet, ky sen që keni të mendu ju, po prap unë kom pas prap dyshime edhe të xhaxhai, po thjesht menoj që xhaxhai nëse nuk tregon, unë nuk jam sa për të madhe, sepse nuk dëshiron që djemtë e vllaut të ti, pra të vëllezërit e mi, t'i shoh ashtu në konflikte familjare, ku i di unë, sepse po tjetër rasti diku afër, normalisht që asu nuk i kisha pas dëshirën që të bëhet rasti i ashtu i madh. Jo, sepse e njoh, dhe me thënë nënën që më ka rrit, e di se qa kish mujt me bu ajo, e di se qa kish mujt me bu vlezrit e mi, apo në rast që rasti është diku larg, unë isha kon shumë ma i lumtur, se sa po tjetë afër, edhe nështë ta muj me dhoni mesazh të mirë që çdo kush që është në pozitën tem, me luftu për këta, për të vërtetën e vetë, për identitetin e vetë, se besoj që çdo kush e ka drejtë me ditë. Ti mendon se rasti po të ishte larg do ishe më i lumtur, po të ishe afër e ke kuptimin që ndoshta mund të ketë ndodhur brenda rrethit tuaj rrugullit familjar. Dhe kjo do të lëndoj. Jo, shiqo, sa i përket lëndimit, unë tash edhe ma herët, unë jam përgatit shumë për këta. Unë nuk kam dëshirë mu lëndu tjertë, do me thonë nuk kam dëshirë me bu konflikte, sepse të e pas parasysh e një familjen që unë im rrit aty, nuk kam dëshirë që ata, me atë person që unë e mendoj, që mund tjetë, aty bëhen shumë konfliktet e mëdha. E unë jam të pas parasysh, unë jam njëri shumë pasor, të kisha dosh probleme, nështë edhe muti kisha mujt mi bo problemet e shtyve sanët, po nuk kam qef. E qartë, e kuptoj shumë mirë mesazhin që po jep në këto momente. E dashur Vlora, do të them diçka. Kjo është një histori shumë e vjetër, që ka ndodhur përpara shumë viteve, konkretisht në 2000-shin. Nëna jote i bie të ketë ngelur shtatzan dhe të ka sjellë ty në jetë në 2000-shin. Patjetër, po. E dashur, kudo që të jetë nëna jote, qoftë larg, qoftë shumë afër teje, ajo që besoj unë duhet të lumturoj ty dhe vëllezërit e tu është që të kanë motor për babaj dhe keni gjakun e njëjtë. Patjetër, normalisht që kish me qenë një gëzim i dyfisht si për mu, si për ta, por të pas parasysh për nonën që më ka rrit, parat nuk mendoj që... Nuk do që të lëndohet nëna që të ka rritur, e kuptoj, do jetë e rëndë për të, nëse zbulohet kjo e vërtet.
Jo dhe për atë, sepse ndonjëherë duhesh me mendu, ka njëherë mërzita me veten që nuk e mendoj veten, nuk e komendu kur veten, duke i mendu tjerët, po thjesht tregova edhe më herët të pas parasysh këta që janë shumë gjatë nxehta, shumë edhe nuk kam qef kërkujna me shku mi azon derën, me një farë fjale, me shku mi azon derën edhe me nxjerr probleme njerëzve. E dashur Vlora, këto janë dyshimet që ti ke, por e vërteta nuk dihet aman. Normal, vërteta nuk dihet, por dyshimet e mia janë, qëndrojnë. Unë dua të pyes, në dosjen tënde, kur ti e ke hapur, çfarë ke zbuluar? Si e ke pasur emrin? Në dosjen teme, do të thënë ditaren, Shonike Vlera. Vlera, po, Vlera dhe ta kanë bërë Vlora. Po, ma kanë bërë Vlora. Në një dokumentacion, kur kom pas gjetë një letër më herët, tashmë nuk e kam duket në dorë, nuk e di se kur shkoj në Kosovë, i kam dokumentet kështu tamam, që në rast që asi ti dërgoj. Po, në momentin që do më duhen do mi dërgosh, po? Shënojke, e di që ka qenë një mbi emër Gacaferri, Vlera më duket po, Vlera Gacaferri, e kthyer në Vlora Gegaj tashmë. Kupton. E kuptova. Ke marrë mbijemin e familjes, sigurisht ku ke dysuar, dhe të kanë dyshuar emrin nga Vlera në Vlora. Por emri mëmësisë ishte i shënuar? Jo, do me thonë emri, çdo dokument që e kom këshyr, një pas një nuk ka qenë kërku hiq, as emri do me thonë i babait, as i mamës. Jo. E dashur Vlora, nga gjitha informacionet që kam unë për historitë si puna juaj të ndodhura në Kosovë, pjesa më madhe e nënave shkonin dhe lindin në Prishtinë dhe fëmijët, ato nëna që nuk mund t'i rrisin, i linin dhe i braktisin në spitalin e Prishtinës. Po. E vërteta nuk dihet, ndoshta babai jo. Edhe Shënojke, më falë që po ndërprej, edhe Shënojke Pejë. Vendlindja? Pejë, Shënojke, e di që gjatë ditarin ka shënu Vlera, pastaj Pejë, diçka me Pejën. Sepse edhe Gacaferri menoj që ka shumë Pejë. Atëherë, nëna jote mund t'jetë shumë larg. Suarekës. Po. Mund t'jetë në Pejë, dhe mund t'jetojë atje dhe ndoshta ajo ka një tjetër histori që s'mund ketë lidhje fare me babain tuaj, që të rriti. Po, në anën tjetër, për e mendoj, them, këto çka unë e dyshoj, mund të ketë ki tjetër sen, ki tjetër rrjetë, dhe me thënë nuk ka të bëjë me këto çka unë e dyshoj. Në momentin që i kom pa dokumentin, kom thënë, ndoshta nuk ka lidhje me këto çka unë e dyshoj, ndoshta është fare larg. Kupton? Në momentin që e kom pa mbi emrin, lidhje me Pejën, Prishtinën, kom thënë ndoshta është larg. Dhe nuk ka lidhje me historinë e familjes. Dhe nuk ka lidhje me, po. Me historinë e familjes ku rrite. E dashur Vlora, historitë janë të njëjta, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Shumë nëna që dashuroheshin, që mund të braktiseshin nga partnerët, shtatzën, familja që nuk i pranonte, të detyruara t'i lini fëmijët dhe të vazhdonin një jetë dhe këto histori gjithnjë janë mbajtur sekret. Unë jam i sigurt që nëse nëna juaj është nga Peja, ajo është martuar dhe e kanë mbajtur sekret brenda 4 mureve të shtëpisë familjarët, sepse ishte turp që të merresh vesh që vajza kishte lënë një fëmijë. Këto gjëra ndodhin akoma edhe sot në Shqipëri. Por nëse unë do të nis kërkimet për historinë e nënës tuaj, na dhe disa detaje shumë të rëndësishme tani në fund. Këto janë shumë të rëndësishme, Pej, mbiemri që ke pasur, Vlera, emri jot që u kthye në Vlora, këto janë detajet më kryesore. Nëse nënën tënde do ta kishe përballë, siç më ke mua sot. Në momentin e vështirë. Çfarë do i thoshe? Nëse ka mundësinë, nëse ajo nuk dëshiron më thonë mu shpjegim për këtë histori, atëherë unë nuk i kam bërgjë asaj, betet ajo më pas bërgjë mu, po dëshira e ma është edhe nëse ajo nuk donë këtë takimin që kam unë me ty, kështu edhe nëse nuk donë në video kall me fol me mu, vetëm kisha dosht vetëm një ditë kush është, çfarë emri ka, çfarë mbiemri ka, a kam familje, a kam vëllezër, a kam motra. Këto, krejt që ka po du me ditë është nuk jam njeri për me bo probleme, thjesht unë jam njeri shumë pasur, edhe vetëm po du me ditë kush është nëna jem, a kam vëllezër, a kam motra, kaq. E çka do i thoja, nëse ajo do pranon të fliste kështu me mu, sikur ti, besoj që do ja thoja fjalët më të mira që ekzistojnë.
E dashur Vlora, unë uroj që ta gjesh nënën sa më shpejt. Sot e prezantove tek mua, unë do të nisë kërkimet për këto të dhënat që kam. Uroj që të kesh motra dhe vlezër, uroj ta mësosh të vërtet dhe të jetë një e vërtet që të lumturoj, jo të lëndoj. Ta uroj me zemër. Kështu që ta uroj me zemër të takohesh me nënën. Mirë, Vlora, do mbetemi bashkë në kontakt, të përshëndes nga Tirana, e dashur. Faleminderit shumë për teje, për interesimin tonë edhe që ma ke kthy përgjigjen shumë shpejt, edhe inshallah do Zoti kena mja dalë. Amin, mirupafshim. Përqafimin për ty. Edhe unë të përqafoj, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Urojmë dhe shpresojmë që zonja që solli një jetë Vlorën, i ka vënë emrin fillimisht Vlera, por kur u birësua, familja birësuese ja ndryshoi duke i vendosur emrin Vlora të qytetit tonë të bukur këtu në Shqipëri. Uroj dhe shpresoj që ajo zonjë që dyshohet se mund të jetë nga Peja, mund të na ndjeki, mund të njoftohet, të marrë guximin qoftë dhe në rrugë private të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet këtu poshtë ekranit. Uroj që nëna e Vlorës të na ndjeki, të na telefonoj dhe kjo vajzë, kjo nënë e re, më në fund të mësoj kush është dhe nga vjen. Uroj dhe lutem që Vlora të gjejë nënën e saj dhe uroj dhe shpresoj që të gjithë ju që na ndoqët në këtë live do na ndihmoni me informacione. Mirë, edhe njerë faleminderit që më ndoqët, nëse ti ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni dhe uroj që ditën e sotme të marr informacione për Vlorën. Faleminderit miq, takohemi nesër, mirupafshim.